Profesor, faleminderit shumë, gjithmonë kënaqësi. Faleminderit shumë. Ndërkaq nga këtu kalojmë më njëherë në një tjetër diskutim. Kryeministri shqiptar Edi Rama i është përgjigjur thirrjeve të mira protestuesve, të cilët kanë kërkuar dorëheqjen e tij. Së fundmi në një gazetë italiane, Rama ka thënë se do të dorëhiqej kur Shqipëria të bëhej pjesë e BE-s. Ka thënë se do të ishte një moment i përshtatshëm për të dorëhequr. Megjithatë, si është pritur në Shqipëri kjo deklaratë, do ta diskutojmë tani në një lidhje të drejt për drejt. Kemi ish generalin Det Prenga. Zotri Prenga, përshëndetje, faleminderit që je në këtë lidhje të drejt për drejt. Përshëndet edhe juve, faleminderit për ftesën, dhe ju kërkoj ndjesë për arsye të kushteve që jemi në rrugtim për momentin. Nuk do t'ju mbajmë shumë gjatë, nëse nuk jeni përngut për sigurinë tuaj, mund edhe të ndaleni për 10 minuta apo sa do zgjas kjo intervistë, në mënyrë që edhe ju të jeni më i sigurt. Megjithatë, general, si u prit kjo deklaratë, sepse dje bëri bujë në media shqiptare kudo? Të gjitha llojet e deklaratave, kur jepen në mënyrë jo shumë me përmbajtjen e dur, është pritur me një reagim relativisht të ashpër, dhe kjo tregon atë pjesën e përballjes që askush në politikë, e as më tepër në detyrën e funksionin e kryeministrit, nuk mund dhe nuk duhet ta bëjë, pasi qytetarët janë si ata që kanë votuar dhe ata që nuk e kanë mbështetur, janë qytetarë shqiptar dhe duhet të jenë të barabartë përpara ligjit, të barabartë edhe për mënyrën se si komunikohet e reagohet për aq kohë sa është në detyrën e kryeministrit. Nuk është e ndaluar për ata të cilët nuk janë në detyra funksione shtetërore për të dhënë opinionet dhe për të mos marrë përgjegjësi për ato që thonë. Kurse në funksionin e kryeministrit jam i bindur dhe kështu duhet të jetë, ai duhet marrë përgjegjësi për deklaratat që bën dhe aq më tepër për atë përballje që kërkon me shqiptarët, e në veçanti ata të cilët janë në protestë, që kërkojnë për shumë arsye madhore dhe me fakte, kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit për pa aftësinë e tij për të drejtuar shtetin. Po e nderuar. Për sa kohë do të ndjej zjarrin e pasionit do të qëndroj. Nëse Shqipëria do të pranojë vërtet në BE, mbledhja e parë si shtet antar do të ishte rasti më i bukur për të dhënë dorëheqjen. E citova saktë atë se çfarë ka thënë kryeministri Kurti. Pra, duket se në një të ardhme shumë të afërt, pavarësisht protestave masive edhe kërkesave të qytetarëve, Rama me këtë ka dhënë përgjigjen e tij që shumë qytetarë në fakt edhe kishin dilema në rast se po vihej para një pozicioni të tillë ku do duhej të dorëhiqej. Të gjithë shqiptarët janë për antarësimit në Bashkimin Evropian dhe rrallë kom gjendë si Shqipëria kësaj strukture, si që mi bërë pjesë edhe strukturës euro-atlantike, dhe sot për i mësë shumë se 18 vite, ne japim kontributin e nuk jemi vetëm konsumator të sigurisë, por jemi edhe kontribus të sigurisë në rajone më gjerë. Teksa ju po flisni në pamje, po shohin edhe qytetarët po arrin të shohin numrin e madh të protestuesve, pankartat që po shohin. Megjithatë, një përgjigje drejt për drejt e kryeministrit Rama, madje jo për një media shqiptare, për një media italiane, a mund të bëj kjo që protestuesit, cilët për javën e tretë tashmë kemi hyrë, që janë në numër shumë të madh, edhe të lodhen, edhe duke parë që kërkesat e tyre nuk po gjejnë, po kalojnë në përveç të shurdër, edhe të dorëzohen, të heqin dorë tërësisht. Gjithmonë qeverit kudo që janë në raport me protestat dhe kërkesat e protestuesve, përpiqen që të shantazhojnë me mënyra dhe metodat e tyre, që të dekurajojnë protestuesit për të mund të bërë që protestat të dështojnë misionin e saj. Unë shpresoj e besoj që kjo javë do të jetë vendimtare edhe për pjesëmarrjen dhe rritjen e numrit të pjesëmarrësve, pasi diaspora shqiptare, duke filluar nga Mbretëria e Bashkuar dhe shumë vendet e tjera të Evropës, dhe jo vetëm, do të mrinë në Shqipëri, do të mrinë në kryeqytetin shqiptar Tiranë, dhe jam i bindur që ky do të jetë momentumi më i rëndësishëm, protesta qoftë edhe pak vetave të cilët kërkojnë një jetë më të mirë, kërkojnë që qeveria në të cilën ata e kanë votuar t'u shërbejë dhe të mos i gjvas, e të mos i detyrojë të largohen nga vendlindja e tyre pa kthim.
General, sa reale është fakti që disa pjesëtar të Partisë Socialiste, pra Partisë së Ramës, mund të jenë me protestuesit? Kjo duhet lexuar në dy mënyra të ndryshme, së pari si një kurajo personale që nuk janë të kënaqur me atë çfarë ka ndodhur në Partinë Socialiste, ajo që ka edhe qeverisjen, por duhet marrë dhe pak me rezerva, sepse mund të kërkohet që në momentin që bie qeveria, mund të kërkohet që brenda saj në të ardhmen, për arsye të numrave, të ketë përfaqësuesit e vet. Kjo quhet në një farë mënyre, si mund të themi, ka ngjet shprehja e kalit të Trojës. Unë shpresoj që tjetë ajo e para, që ata vërtet e du farë mënyre është një tren i madh i protestuesve, ku përfshin edhe një pjesëmarrje me një vagon edhe të opozitës. Ata edhe duhet ta shohin me rezerva dhe ne, sepse mund të jetë e dyanshme. Edhe ata e shohin jo si shumë të favorshme. E qartë, me gjasë për shkak që edhe në kushte jo përshtatshme, gjendet në autostradë me gjatë, edhe do të ketë probleme gjatë komunikimit. Megjithatë, esencën e diskutimit e kapëm, mënyrën se si po shihet në Prishtinë, në media në Tiranë, në Shqipërinë përgjithësi, nëpër media ndërkombëtare, po besoj që arritëm ta përçuam në këto minuta. Ish general, nëse po më dëgjon, të falenderojmë shumë që ishe pjesë e këtij diskutimi edhe për sigurinë tuaj edhe nuk po ju marrim më shumë kohë. E vlerësojmë shumë realisht që ishe pjesë e këtij diskutimi. Shumë faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë generalit. Ndërkohë nga këtu do të kemi një shkëputje të shkurtër, do të kthehemi me pjesën